Jemi rikthyer në studio me një bisedë tjetër. Do të flasim për rreth 1 milion euro të cilat një ditë më parë u zurën nga dogana e Kosovës dhe autoritetet tjera në një kombibus në pikalimin kufitar në Mërdar. Për mënyrën se si u zu e gjithë kjo shumë dhe a është kjo shuma më e madhe pa deklaruar që deri më tani është zënë nga autoritetet në Kosovë, të gjitha këto i diskutojmë në studio me zëdhënësin e doganës Adratik Sabeliçin. Atëherë Adratik, mirëmbrëma dhe faleminderit që je sot me ne. Mirëmbrëma dhe juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Adratik, si u sjardhët deri te kjo shumë që u zu nga ana e doganës edhe autoriteteve të Kosovës 1 milion euro të pa deklaruara që u zu një ditë më parë? Fillimisht duhet ju sqaroj që dogana gjatë gjithë kohës ushtron kontrolle, normalisht edhe në pikat kufitare, si dhe ka njësitë e saj të cilat përmes rrugëve operative sigurojnë edhe informatat e nevojshme për lëvizjen e automjeteve, të cilat dyshohen se mund të bartin mallra ilegale. Në këtë rast, fillimisht sipas indikacioneve të para, oficerët doganore kanë stopuar këtë automjet dhe kanë kërkuar që të futët në kontrol përmes skenerit. Derisa pas kontrollit i cili u është bë me skener, janë vrejt disa hapësina të cilat nuk do duhet të ishin aty ose nuk do duhet të ishin të mbushura në pjesën e dyshemes së këtij minibusi. Dhe me njëherë pas që oficerët doganor të njësisë së skenerëve kanë pas indikacione që mund të ketë diçka të fshehur aty, atëherë kemi kaluar në fazën e dytë përmes kontrollit fizike, normalisht në bashkëpunim edhe me policinë e Kosovës, dhe pas kontrollit fizike edhe për befasin tonë, normalisht edhe të oficerëve doganor, aty kanë dalë një ndër shumat më të mëdha deri tani, të cilën e kemi. A është shuma më e madhe që ka zënë dogana deri më tani? Po, deri tani është shuma më e madhe në një rast të caktuar, se ne kemi raste me mjete monetare brenda javës, kemi dy raste ose një rast të cilin e parandalojnë futjen e këtyre mjete monetare, por ky është rasti më i madh si rasti i vetëm apo sasia më e madhe mjete monetare të pa deklaruara të zbuluara ndonjëherë. Po, dhe Adratik, a dihet destinacioni, ka disa persona deri më tani të ndaluar, por që nuk janë zyrtarë të Kosovës, apo jo, a dihet destinacioni këtyre parave dhe... Po, sipas indikacioneve të para, por ende është shumë herë që të flitet për këto, për shkak se edhe hetimet janë duke vazhdu. Normalisht dogana në momentin e parë kur zbulon një rast të tillë që paraqet një vepër penale, ne bim në kontakt ose informojmë një herë prokurorin kompetent për atë rajon ose për atë pjesë, dhe tani zbashku njësit tonat e hetimeve zbashku edhe me prokurorin, janë duke punuar që të zbardhin gjitha rrethanat e këtij rasti, por besohet që këto mund të kenë qenë destinuar për Shqipëri, po mund të kenë qenë edhe për Kosovë, pra ende nuk dihet se cili ka qenë destinimi final i këtyre mjeteve monetare. Dhe Adratik, po flasim për vepër të rënd penale, shpëlarje parave apo jo, a ishte rastësore zbulimi i këtyre parave dhe a ishte pikërisht ky skaneri ndoshta që shoi deri në zbulimin e këtij rasti dhe rasteve të tjera të tilla? Gjithsesi, se skaneri si mjet i punës na ka lehtësuar shumë punën e kontrolleve, për shkak se nëse një kontroll e zakonshme një minibusi apo një autobusi apo një automjeti tjetër zgjat një kohë gjatë derisa skeneri jep indikacione të qarta se ku duhet të kontrollohet saktësisht, dhe gjithë kontrolla nëse një automjeti zgjat 40 minuta në rrethana normale përmes skenerit, kjo kohë limitohet në 5-6 minuta dhe oficerët doganor mund të kontrollojnë direkt në vendin e targetuar prej skenerit. Dhe mund të them që nga data e fillimit të operimit ne kemi inauguru skenerin bashkë me ambasadën amerikane me datën 24 janar, që do të thotë brenda këtij muaji skeneri vetëm ka prodhuar rezultate të konsiderueshme, do të thotë zbulimet vetëm të skenerit kanë qenë, rasti i parë ka qenë me kokainë rreth 2.7 kg, rasti tjetër ka qenë me marijuanë dhe një rast tjetër prap me mjete monetare, po cili ka qenë në vlera më të ulta. Pra do të thotë brenda një muaji operimi skeneri ka zbuluar mjaft raste dhe e ka shpagu investimin i cili është bërë deri tani. Po, dhe është kjo pajisja vetme, ka dhe në pika tjera kufitare, apo ky skener mund lëviz, apo si funksionon? Ky është skener mobil. Ne kemi edhe disa skener të tjerë të cilët janë statik, por jemi në proces edhe të rritjes së flotës së skenerëve realisht, përmes donatorëve kemi edhe 2 skenerë të tjerë mobil, të cilët prap nuk janë të bleme, nuk do të blehen as nuk janë me pare të paguesve kosovar, për donacione prej Unionit Evropian dhe prej qeverisë Shtetit të Bashkuar të Amerikës, cilët edhe ata do të vinë së shpejti dhe do të jenë operacional. Dhe
Tani, a ishte rastësore dhe ndalimi i këtij kombibusi, sepse duke që duhet të kishte edhe indikacione që zyrtarët e doganës do shta kanë mundur drejnë që mund tjetë kombibus i dyshuar, sepse kanë vendosur që ta dërgojnë reze pasaj për ta kontrolluar, apo si zbulohen këto raste? Normalisht, oficerët doganor janë të trajnuar në aspektin e leximit të indikacioneve apo leximit të rrethanave në të cilat operojnë ata. Për këtë arsye ne kemi gjithmonë praktika se si veprohet në raste të caktuara. Ka shumë indikacione të cilat kanë dërguar oficerët doganor që të kenë dyshimet fillestare që ky automjet mund të përmbajë diçka ilegale. Dhe për këtë arsye, ka pasur informata më herët para praktikisht në një komunikim? Nuk ka pas më herët informata, por indikacionet oficerët doganor në pikat kufitare zakonisht janë të vëmendshëm dhe ata që gjithkohës lexojnë indikacionet edhe prej vozicave, lexojnë indikacionet edhe prej mënyrës se ka lëvizjen automjetet edhe mënyra lëvizjes e automjetet nganjëherë është e dyshimt. Po, dhe tani Adratik e përmendë që vetëm këtyre muajt e fundit prej që është pranuar skaneri janë disa raste, të cilat duke që janë gjitha të mëdha, pra është gjetur kokainë, janë gjetur sasi e madhe parave, tani që ka tregon vetëm zbulimi këtyre rasteve të fundit që Kosova është një vend tranzit, por edhe i kontrabandës, apo edhe do të shkon duke ulur kontrabanda dhe gjitha këto veprat penale përmes edhe këtyre skanerve dhe punës më të lehtë të doganës? Dogana gjithmonë tenton, si të themi, tenton që të parandaloj tregtinë jo ligjore, gjithmonë edhe të përkrah tregtinë legjitime. Në këto raste nuk mund të themi që Kosova është një vend i cili ka shumë tregti jo legjitime ose është vend tranzit, për shkak se përndryshe nuk do të ishim nuk do të vinte deri te zbulimi. Gjithmonë, edhe në forma e zbulimit të këtyre rasteve është indikator në vete. Si po mendoj indikator në vete është për shkak se nëse Kosova kishte qenë vend tranziti shumë mallrave jo ligjore, atëherë nuk do të kishin marrë mundin as kontrabandistët, as njerëz që mirën me këtë, t'i fshehin në mënyrë në bunker të kamufluar në mënyrë të specifike. Do të thotë, në momentin kur hasti një bunker i cili është para fabrikat ose është shtesë në një pjesë të automjetit, atëherë do të kuptohet që edhe ata bojnë përpjekje shumë për shkak se e dinë që ka kontrolla dhe bojnë përpjekje që të ndërtojnë vende të posaçme, që ne i quajmë në gjuhën doganore bunker, ashtu që të shmangin kontrollat. A ishte edhe ky rast i fundit me këto 1 milion euro në këtë formë, si bunker në vendin ku ishim shepur? Ky rast i fundit ka qenë, pra pjesa e poshtme e dyshemes ka qenë e kamufluar për transportin e. Po, e përmendë që kësaj radhe nuk keni pas informacion më herët dhe bashkëpunim, po cili është bashkëpunimi i doganës me autoritetet e Kosovës dhe vendeve shteteve në rajon për të zbuluar këto raste, sidomos rastet e më të kontrabandës? Normal, nuk mund të themi që ka një doganë në botë cila funksionon e vetme. Gjithmonë kemi bashkëpunim edhe me doganat e vendeve të tjera, normalisht edhe me institucionet e Kosovës kemi bashkëpunim maksimal, por sidoqoftë duhet ju them që ne marrim pjesë në shumë grupet në të cilat punohet në parandalimin e tregtisë së drogës dhe marrave të tjera ilegale. Po, dhe aktualisht, kredi fundar Adratik, cili është malli më i kontrabanduar në Kosovë? Çka tregojnë dhënat ose cilat mallra kontrabandohen më shumë? Tash ka disa indikatorë se si mund të caktohet në bazë të vlerës apo në bazë të sasisë, derisa mund t'ju them që mallrat më të kontrabanduara janë mallrat të cilat kanë peshë të vogël dhe vlerë të madhe. Si çka ne kuptojmë me këto? Me këto ne kuptojmë që për shembull një sasi e barnave në një paketim mjaft të vogël mund tërheq vlerë mjaft të madhe. Derisa një sasi e telefonave mobile prej 30 copë, që mund të fshehen shumë lehtë në një autobus apo në një automjet, edhe ata tërheqin vlerë mjaft të madhe. Gjithashtu edhe ari mund të jetë një prej produkteve të cilët është në tentim për shkak të natyrës së tyre, do të ndahen në disa lloje të madhe. Por në përgjithësi mund t'ju them që Kosova viteve të fundit ka përmirësuar kontrollin doganor shumë dhe për këtë arsye ne kemi edhe rritje të tyra, se s'mund kemi edhe rritje të tyrave, edhe në anën tjetër kemi edhe rritje të kontrabandës, se nuk shkojnë të dyja të bashkë. Nëse njëra rritet, atëherë tjetra domosdoshmërisht duhet të bjerë më. Da ka ndonjë zonë ose pikë kufitare më të ndjeshme e që kontrabanda ka qenë më lart në të kaluarën në shpolur shumë për veriun, por duket që atje ka një përmirësim të situatës apo çfarë kur flasim për kontrabandën? Ka përmirësim të situatës, ne kemi disa zona të cilat janë zona më të ndjeshme të kontrabandimit, kemi zonën pjesën e veriut normalisht, e kemi edhe pjesën ka rreth me kufirin me Maqedoni dhe një pjesë të kufirit në Shqipëri. Domethënë janë disa pika të cilat ne i kemi të identifikuar si vende potenciale ku mund të kalojnë mallra ilegale. Atëherë Adratik, falenderoj shumë që ishte sot me ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Dhe me këtë intervistë ne e përmbyllim këtë edicion, këtu kanë qenë gjitha